Si ka filluar rrugtimi atë qëndrëm? Po, Adeja, unë qysh në shkollën fillore kam qenë gjithmonë pjesëmarrës në programe kulturore që mbashin në shkollë për ditën e shkollës, për festën e 28 nëntorit, dhe nga aty në klasën e 8 dhe 9 kam duke më mbështetur, duke më mbështetur edhe arsimtarët edhe gjithë ata, unë fillova dhe kursin e aktrimit që ishte në shkollën fillore në qendrën rinore në Gjilan me aktorin Alban Shahiqi. Në atë kohë Jashar Shahiqi, prindi Albani, gjithashtu ka qenë edhe drejtori i teatrit të qytetit profesionist Gjilanit, ku ata më kanë mbështetur shumë edhe kam vlerësuar shumë talentin tim, duke më propozuar që të shkoj në shkollën e mesme të aktrimit në Pej, pasi që e vetmja shkollë e mesme e aktrimit ishte në Pej, në shkollën e mesme Odhise Paskali, të arteve aplikative, dhe ku në vendosa të shkoj, edhe pse familja, prindërit ishin Nuk pak skeptik. Nuk ishin pro, sepse isha shumë i ri, isha vetëm në moshën 14 vjeçare dhe të shkoj në një qytet 120 km larg për të studiuar aktrimin në shkollë mesme, ka qenë sfidë për mua. Mirëpo, me dëshirën time shumë të madhe, me pasionin tim, ja dola, i kundërshtova të gjithë, dhe i thash babit, ja do të shkoj në shkollë të aktrimin në Pej, ja nuk do të regjistroj shkollë mesme fare hiç. Edhe aty, pasi që babi im është edhe profesor i matematikës, është pedagog, dikur e kuptoj që isha shumë i flakt në këtë ide për të qenë në shkollën e mesme të aktrimit në Pej, edhe në fund më mbështeti edhe ai. Si ka qenë kjo eksperiencë që nga shkolla e mesme? Mund të më na tregon ndoshta disa momente të cilat ndoshta do mbresa shumë të mira prej asaj kohe? Po në shkollën e mesme të aktrimit në Pej, profesori ishte Avnida Lipi, unë hyra në audicion për të shqyquar atë më pranojnë apo jo, dhe në fakt më vlerësuan, unë u pranova aty dhe fillova. Isha shumë i ri, po dëshira e ëndrrës të madhe për të qenë aktor nuk më bëri të ndalem për asgjë tjetër. Kështu që fillova aty, kisha semira të ndryshme, sepse në shkollën e mesme të aktrimit ishte edhe shkolla, edhe ishin skulptura, piktura, kam qenë edhe me disa semira së bashku, kam banuar aty dhe kam vazhduar për 4 vite. Pastaj kur përfundova shkollën e mesme në Pej, aplikova në Universitetin e Prishtinës drejtimi i arteve dramatike, dega aktrimit, edhe aty, se me të vërtet edhe në fakultetin e artë, ka qenë një konkurrencë shumë e madhe në atë kohë, edhe i kam pranuar vetëm 10 veta nga gjithë Kosova. Kështu që edhe aty u pranova dhe fillova studimet. Provas një fat goxha të mirë. Po, një fat shumë të mirë. Sepse dim që me vërtet fakulteti i arteve duket se është goxha e vështirë, po ashtu edhe konkurrenca, duket se gjithmonë më shumë, fakt ka më shumë konkurrencë, sepse arti po shtyen pra njerëzit që me ndjek talentin e tyre. Po, në atë kohën, kur u pranova në vitin 2008, deri në vitin 2012, të drejt konkurrenca atëherë ka qenë më e madhe, tash është pak më e ulët. Edhe kisha fatin që të bashkëpunoj, të studioj me profesorat që janë me të vërtet shumë të mirë, si që është Enver Petrovci, Shkumbini Strefi, Armnesha Grabovci Nigja, që kam pasur pedagogë të aktrimit për 4 vite. Edhe në universitet me të vërtet kemi shumica mendojnë që hajtë se aktrim nuk është letë, se me të vërtet duhet bësh prova gjithë ditën, ndoshta edhe natën, sepse fakulteti i arteve punon deri 24 shtatë. Edhe besojmë që ndonjëherë kemi qëndruar deri në ora 1 pas mesnatë ose 2, duke ushtruar që nesër në orën e profesorëve të dalmi sa më mirë me këshillat edhe kritikat që na kanë dhënë ata gjatë kohës studimeve. Pikërisht për bashkëpunimi edhe në studime duket se është një ndër shtyllat kyçe për me qenë aktor, bashkëpunor. Po, edhe puna. Po, më kujtohet mu në shkollën e mesme, në ditën e parë të shkollës mesme, profesori e shënën aktrim, barazim e dërim. Dush t'jesh edhe i dërushëm në këtë profesion, dush t'kesh dërim shumë të madhët, po nësh, ta kesh dërimin edhe të ecësh përpara. Po, sepse me të vërtet do të edhe t'jesh si person këmbgolës, mundemi me thonë. Po, këmbgolës edhe, se shqyqa, normalisht që në aktrim, me të vërtet, dush t'a kesh
talentin. Talenti është diçka që është e lindur edhe është një dhunti. Mirë po nëse nuk punon, një profesor gjithmonë ka thënë se 20% është talenti, 80% është puna. Nëse nuk punon, do të thonë, ta përpunosh atë talent, atë brumë që e ke, nuk mund të kesh sukses, besoj. Pra nuk mjafton vetëm talenti, nuk mjafton vetëm talenti. Përmendëm edhe pra edhe ushtrimet që atë kemi bërë edhe pas mësnote, pra përgatitjet për provimet ndryshme, sepse stili e notimit në botën e artit duket se është më ndryshe sa mësimi tradicional. Më ndryshe, çdo provim e kemi komision, kemi vlerësojmë profesorat të ndryshëm, ki provime që e ki edhe para publikut, si që është provimi aktrimit, gjithmonë është në mënyrë publike, ku mund të shikojnë student tjerë, familjarë, e tjera. Unë është më nga të regu për shfaqjen e parë që ke pas për paraqitjen e parë. Paraqitjen e parë, këm pas me një shfaqje profesionale, rrëfimit të narkomanëve, ka qenë një shfaqje sfiduese, një shfaqje me një mesazh shumë të fortë për të ndaluar dukurit negative, më falni. Në skem besoj që ka qenë edhe Ermali ka qenë Ermal Panduri, që është se aje ka përfundu me dhe aktrimin, kam pasur rasën të luaj edhe me të në skenë, në pej, sepse është nga peja, me Vedat Hegji Islamin, me Rudina Zhara, një profesoreshe edhe ajo shkollës mesme të artit në atë kohë. Ai ka qenë si një shfaqje profesionale e para që kam bërë gjatë shkollës mesme. Pastaj me kalimin e kohës në universitet kemi pasur edhe shfaqje të ndryshme, provime të ndryshme, por në vitin e parë dhe dytë na është ndaluar të luajmë, edhe si për seriale, si për është ndaluar. Varet për pedagogit që e ki, po pedagogi, profesoresha Jona Bresha Garabovci Nigja, nuk ka pasur qef të involvohemi në projekte, sa jemi gjatë procesit të studimit në fakultet. Po pra, sepse mundet me pas, nështë du të më përgadit, goxha mirë edhe me pas, nësë me pas nështë dëshprime, apo diçka të tillë që për me dojë sa më mirë. Unë mendoj që profesoresha këtë ndoshta mund ta kesi dëshiron herë të trajnon që duhet, të mbjerët me ty që duhet, të jesh gati si aktor, pastaj të po, unë me thonë që atëherë ke një bazë, kështu, edhe duke marrë parasysh që ju keni pasur edhe shkollën e mesme, atëherë keni pas goxha një bazament fort të aktrimit. Është e vërtet, Adeja, po në gjatë studimeve, ka marrë pjesë në një festival Skena Up International Students, ka qenë festival ndërkombëtar, atëherë ka qenë drejtor Arben Zharku, pa të nalur disa holandes me një performansë, po i vike edhe një aktor shqiptar për marrë pjesë. Me njëherë pyeta profesoreshën, time në atë kohë, më tha po, pa tjetër, se ishmi gati gjatë viteve të fundit të studimeve, mora pjesë dhe në fund brenda shumë aplikuzve të studentëve ndryshëm nga gjithë bota, nga Zvicra, nga Franca, nga e tjerë, arritëm që ta marrëm çmimin e parë. Edhe më kujtohet atë kohë, Bufi ishke, Fatmir Spahiu, aktori ishke si moderator, edhe po më thret ta marrë çmimin, pasi holandes kishin udhëtuar, dhe pranova çmimin edhe ishte një eksperiencë shumë e veçantë për mua.